Salamu alaikum, a lejohet me bë plane për të ardhmen, do e bëj këtë punë ose atë punë, apo është e ndaluar? Aleikum salam, rahmatullah. Nuk është e ndaluar. Është e lejuar, besimtari planifikon të ardhmen e tij, nuk jeton me pa planifikim, duke ëndru ose duke I kalu ditët ashtu kot. Planifikon për të ardhmen e vet, por dallimi prej një besimtari nga një jo besimtar është se besimtari planifikon dhe pastaj mbështetet në Allahun. I merr sebepet dhe pastaj shpreson te Zoti. Po ashtu mas planifikimit thot inshallah. Ela në dëshirën, në vullnetin, në fuqinë e Allahut. Përkundër atij që nuk është besimtar, ai mendon se çdo gjë është në dorën e tij. Allahu ka përmend këtë në Kur'an në surën Kahf, thotë ju mos thoni për diçka se do ta bëj nesër këtë gjë, përveç nëse thoni inshallah me lejen e Allahut. Po me izin e Zotit se të ndihmon Zoti kam më bë. Pra, lejohet me planifiku nëse themi e mbështetim masi ti bëjmë planet, masi ti analizojmë të gjitha detajet, themi me izin e Zotit. Po me izin e Allahut inshallah nesër kam më bë këtë punë. Nëse nuk thuaj inshallah nuk është e lejuar. Nuk është e lejuar dhe Sulejmani alayhis salam ka dashur me bani një veprim caktuar për nesër, edhe nuk ka thonë inshallah, Allahu xhaleshanu nuk ja ka realizuat plan. Prandaj, masi ti bëjmë planet, themi inshallah. Kjo inshallah nuk është vetë fjalë goje, por bindje te Allahu që nën kupton me mbështet te Zoti se tër fuqia edhe e ardhmja është në dorë të Allahut e jo në planet e tua. Po ti mi marr planet, mi marr sebepet mos më mbet dembel. Kjo është qëllimi.